ullash, diçka ke po thuje tash. Në fakt shpesh herë kam menu kur shoh brezin e ri, tu një gjukët muzikën bashkohore se do t'i harrojmë traditat, fyllin, çiftelin, bylbylin, kantje, bishkve tona, ku shumica prej neshin arrim. Por kur ju shoh të bashkuar si qeni bashkuar gjithësor të këngëtarët nga Dugagjini, nga Kosova, nga gjitha trevat tona ku ndodhen kanë ardhen nga emigracioni për na përshëndet në këtë mramje të bukur, nihem vërtet krenar dhe ju falënderoj për pjesëmarrjen. Faleminderit. Me shumë kërësi, zëri mrekullueshëm i këngëtares Gofile Pableka nga kujton bilbilat e Bjeshkës. E ftoja të në skenë me një potpori. Juroj gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri të gjithëve. Faleminderit.
dalin nga zemra, për përshëndet miqtë e mi që vinë nga Kosova, Erkas për sofrën e Dugaxhinit, miqtë e ansamblit autokton Rrugovan nga Peja. Është një kënaqësi e madhe që t'i kem ata sonte në mes nesh. Ata shquhen për të gjitha. Regjizori dhe aktori i humorit Fadil Grabovski do të vinë tani me disa grimca humoristike. E ftoj atë në skenë. Jo më tjetë autoktonëve. Nuk pedi aritoni. Më lejoni se kom të shirë të madhe me nësi s'kom prit me ardhë e mja uru festat e fort vitit. Gëzuar Krishtlindjet edhe gëzuar vitin e ri. Pa që shtë duhet e me profesion, këtë nuk ja qëlloj Lulashin, nuk jam regjisor, jam hajgarazi, për nëryshe jam qoban ose që shthuni ju këtu bari. Dal me dhen e dal me dhi. 10 vjetë kër i kom pas, gjithmonë dhive u kom shku mas. Me dhin mal e me dhin fush. Edhe në shkollë kom shku me dhi. Bashk me dhi kom lyp dashni, bashk me dhi kom shku në qeveri. Po aty s'om lanë me hin, dhit le jashtë e hin vesti. Nëse është dialog me dhi, e hinë në qeveri, aty më priti ministri, qka me po, tek me po, mreja në nëzet, koltushet mirat, buta, kompjuterat për para, pak masanej, huzën ministri, një femën e modhe, e but, e trash, e mirë. Musum la dresi rahat, e pithëm minister, a dhe ti si ona? Tha shka si ti si one? Tha shpaj unë me dhije ti me këtonën. Tha jo, mërë jo, thash, ministra po me të vetë diska. Ato dhite mija, mjelet e kja jotja, mjelet ajo. Këtë këtë pësës ta, këshuri pun tua, falë për shka jordë. Tha shqyre ministra, i kom 2 kërkesa. E para, du më ma pi tomlin e dhivet mija, e më mpru për dhimet huja për importi. E dyta, du më mi qu dhit mi shkollu, me mësu në i kurs të anglishtës, a në i gjermanishtës, a italishtës, a një shka thërse, i kom një 2 copa gjithë notën e gotë, Facebook për më rinë. E një onës vile mja ka të thyj pasvortin, e pja postojnë të fotografit dhive, haj me det, haj pa bjemara, mi që edhe mu. Ministri më tha, shko të shpia më stanin, ashtë të shpia më shku, po bepët bëjnë zëtë, që s'mi plëson kërkesat, pa dal e me dhimi të qyteti, nuk o melon 2-3 net kohë në uja. E tash po shkoj, e po këshy që po botë, pësë më ka shku diska në internet, e juve zëtë ju dhosh për reset, me na thirë në vim apet, me na qitë të i pivë që atje, kes nuk ishit bon, edhe do mish me na afruhe, edhe ma mirë shkon. Hajde këzuar i herë për herë, shrije ma vurë pak. Jeta është talent dhe përkushtim. Talentin dhe përkushtimin i ka vu në shërbim të këngës, i ka vu në shërbim të traditave të Dugaxhinit, është bërë një emër i njohur i muzikës folklorike dhe asaj popullore në qytetin e Shkodrës dhe në larg. Njihem krenar që ai është kolegu ynë, është i nderuar dhe respektuar kudo që shkon. Po cili është ai? Le ta ftojmë atë në skenë këngëtarin e minjrohur, Pëllum Vrinca me këngën Mojna Huta jonë shqiptare. Mirë mbrëma të gjithve. Ju përshëndes të gjithve dhe ju uroj Krishtlindjet dhe vitin e ri që po vjen, që t'ja kaloni sa ma gëzuar. Në mënyrë të veçantë i përshëndes të gjithë mërgjimtarët që janë këtu sonte dhe të gjithë mërgjimtarët kudo që janë e duan i dorë trokitje për mërgjimtarët ju lutëm special.
tjetër bilbili muzikës folklorike të treve së Dukagjinit do të vi tani në skel, e cili i thëni ju? Nikolin Përpali me këngën Synojzi. Le ta ftojmë atë në skel. Mirëmbrëma dhe herë uroj të gjithëve, mirë se keni ardhur të festojmë së bashku, gëzuar vitin e ri, Krishtlindjen, viti marë inshallah. Hajde, hajde. Mirë se keni ardhur. Një menë të përzgjedhur me ushqim dhe pije pa limit, edhe me ferlikun që po kalon tani. Kjo ndodh vetëm në sofrën e Dukagjinit, falë bujarisë të sponsorëve tanë të mrekullueshëm dhe pronarit e lokalit Antika zotit Vuksa Xhuri. Mirë se keni ardhur. Sponsori përhershëm zoti Shpendlera. Faleminderit. Si gjithmonë, bujar me grupin e këngëtarëve të Dukagjinit,
i mrekullueshmi dhe i suksesshëm Sokol Cubi. Faleminderit. Zoti Pret Kodra, faleminderit. Antarët e Këshillit Bashkiak Shkodër, Zoti Mhill Proni dhe Zoti Tom Marku që nësa shohim do t'jetë në një detyrë tjetër në vazhdim. Faleminderit të dyve. Administrori njësisë vendore Shal, Zoti Petrit Arra. Si do të mungonte firma e mrekullueshme e Zotit Shkënzen Delia që po sponsorizon gjitha ato aktivitetet mrekullueshme, pas pak do t'jenë edhe këngëtarë tanë atje të ftuar. Faleminderit Shkënzen Delia. Pa dyshim Zoti Bal Vuksani, Prek Bjeshka dhe Nik Lufaj. Faleminderit. Hotel Progni në Velipoj që ka ardhur enkas për sofrën e Dugaxhinit. Faleminderit Zoti Sokol Progni. Faleminderit gjithashtu Bar Restorant Floga në Shkodër. Juan Harusha dhe Lula Shpjolli. Faleminderit për kontributin për sofrën tonë. Faleminderit Klabi Everest. Dhe në fund Bar Restorant Sebastiani, Bar Kafe Roma. Faleminderit. Faleminderit të gjithë atyre që na kanë përkrahur, na kanë mbështetur, por falënderimi kryesor është për ju që na nisni në gjitha aktivitetet tona. Ju premtojmë se vitin tjetër do të jetë edhe më bukur. Faleminderit. Nëse muzika folklorike e tredhës së Dugaxhinit do të duhej të përmblidhej me një fjalë apo me një emër, padyshim që të gjithë ne këngëtarë, dashamirës të folklorit, Dugaxhinas kudo që jemi, do t'i themi faleminderit këngëtarit, krijuesit dhe muzikantit Fran Kodra. Mes druartrukitjeve të tuaja, e ftoj atë në skenë. Edhe unë përfitoj nga rasti me juru festat të gëzuara. Një fund vit të gëzuar në familjet e tuaja. Faleminderit.